Cinquelli, jemi në këto momentet të kur do të nisë edhe temi pak për pak edhe marshimi drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit e më pas kryeministris. Tirama o tradhtar, jetore që sa më parë. Kanë kaluar vetëm pak minuta nga orari i zyrtar i njoftimit të kësaj proteste të 28 kombëtare, e cila si gjithmonë nis në sheshin Skënderbej, ku grumbullohen qytetar emigrant të ndryshëm nga diaspora. Shohim që në këto momente është shtuar shumë numri i pjesëmarrësve. Patëm një lidhje të drejt për drejt me gazetarin Ergyz Gjençaj, i cili mori disa nga prononcimet e qytetarëve dhe zbuloi dhe arsyet e tyre pse vazhdonin të protestonin edhe në këtë ditë të 28. Shohim shumë protestues me pankarta të ndryshme në duar, me mesazhe të ndryshme, të cilat duan t'i përçojnë te qeveria dhe me kërkesën kryesore një Shqipëri e re dhe dorëheqja e kryeministrit Edi Rama dhe larg klasës së vjetër politike. Jemi duke parë këto pamje të drejt për drejta në ekranin e News 24. Shohim që protestuesit janë duke u përgatitur për të nisur marshimin e përditshëm nga sheshi Skënderbej drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit, ku si gjithmonë shprehin dhe shqetësimet e tyre nëpërmjet fjalimeve të cilat zgjastin disa orë dhe më pas vijojnë me marshimin në rrugët kryesore të qytetit. Tashmë protesta ka nisur. Shohim që çdo minutë shtohen protestuesit, të cilët i bashkohen këtij tubimi të 28 kombëtar. Sì, ma non Lisa, a morte. É forte. Não Lisa, acho Edhe nëpërmjet prononcimeve që kemi patur në ekranin e News 24, kërkesa e protestuesve në këtë tubim të 28 është e panegociueshme, dorëheqja e kryeministrit Edi Rama. Me pankarta në duar, shohim që protestuesit janë duke u grumbulluar në sheshin Skënderbej për të bërë gati për të vijuar marshimin tashmë tradicional të përditshëm nga sheshi Skënderbej drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit. Protestuesit kanë thirrjet e tyre kryesore: Rama në burg, Berisha në burg, Rama jep dorëheqjen. Një Shqipëri e re është motoja e kësaj proteste prej 28 ditësh tashmë.
Në këtë tubim të 28, organizatorët u kanë bërë thirrje qytetarëve nga i gjithë vendi, por edhe shqiptarëve të diasporës që t'i bashkohen tubimit në Tiranë. Në këtë protestë pritet të marrin pjesë dhe shumë emigrantë të ardhur nga vende të ndryshme. Shohim që grumbullimi ka nisur në sheshin Skënderbej në orën 19:00, ndërsa më pas marshimi do të vijojë drejt godinës së kryeministrisë ku protestuesit do të qëndrojnë ashtu si çdo ditë për të shprehur kërkesat e tyre. Kërkesa kryesore e protestës mbetet dorëheqja e kryeministrit Edi Rama. Dhe sipas organizatorëve dhe protestuesve të cilët kanë marrë pjesë në këto tubime që nga dita 1, ata do të vazhdojnë me protestat e tyre deri në përmbushjen e kësaj kërkese, duke ftuar të gjithë qytetarët të marrin pjesë masivisht në atë që cilësohet si protesta 28 radhazi dhe revolucioni i flamingove. Dava me atë. Kujtojmë se edhe eurodeputetja italiane Ilaria Salis, pjesë e grupit parlamentar të gjelbër në Parlamentin Evropian, kanë bërritur në Tiranë për t'u bashkuar revolucionit të flamingove, protestës qytetare që këtë